Grupet që përpjekën janë përpjekur të majnë, që shme thonë të pengojnë Republikën e Kosovës. Na pengojshin administratën, sulmojshin organet e këforit, një sulm terrorist. Të parë në veri të Kosovës, kur u mbajt kuvendi dhe u festue dita e 28 nëntorit, mundet do një sulm edhe rreth 300 vetëve, ju ngjue bomba. Pa ju si që dini, neve kemi hinë një gjysmë mandati pas dorëheqjeve, që shme thonë, të gjitha strukturave, dhe kemi hinë një fazë zgjedhore të rregullta që mund t'jenë ato, po mirë në gjysmë mandati, dihet, jemi ballafaqu me sfida të mëdha, me kundërshtime të mëdha, për shkak se këto grupet që përpjekën janë përpjekur të majnë, që shme thonë, të pengojnë Republikën e Kosovës, pengojnë procedurat e Kosovës, ta kundërshtojnë shtetin e Kosovës, do të thotë, ato bënë një organizim, shme thonë, të fuqishëm, kundërshtues, dhe dihet deri te patë revolta të mëdha. Më e madhe ka qenë ai kundërshtimi i ashpër që sulmuan, domethënë grupet kriminale, organizuan aq protestat e fuqishme sa që sulmojshin organet e rendit, na pengojshin administratën, sulmojshin organet e këforit dhe gjithçka ishte ajo sfidë e madhe, do të thotë që krijojshin pasiguritë të qytetarët, por natyrisht edhe të personeli, dhe ajo ishte fillimi, do të thotë, i sfidave të mëdha, sepse në gjendje të tilla është vështirë të normalizohet, do të thotë të funksionojë diçka normal. Edhe ai është një sulm terrorist, siç jam shprehur qysh natën e parë, qysh kur ka ndodhur, ishte sulm shqetësues edhe i shumë i dëmshëm, do të thotë, mirë po ja që prej atëhershit duket, janë marrë disa të dyshuar mekanizmi i sigurisë, ka punu, edhe është duke punuar drejtimin e zbulimit të rastit mirë po duket se dikush është akoma në mbajtje, e din mekanizmi i sigurisë ma tepër, kjo është çështje e sigurisë, mirë po aja ishte shqetësuese, ai është sulm i ashpër, shumë i dëmshëm për qytetarët e Republikës Kosovës. Të parë në veri të Kosovës, kur u mbajt kuvendi dhe u festue dita e 28 nëntorit, do thotë në vitin e kaluar, në sallë kuvendit të tretin kat, do thotë përmise ndoshta 300 vetë kanë qenë pjesëmarrë, edhe asnjëherë nuk më ka larguar mendja për të ditë situatën e cila jemi këtu, derisa e kemi përfunduar fjalimin tim, do thotë gjithmonë më ka shku mendja se mundet do një sulm edhe rreth 300 vetëve, ku mesin e tyre ka pasur edhe kolektjo gazetar, ka pasur shumë. Kanë qenë shumë procedura, do thotë momentin atë natë, do thotë pikërisht ju ndiga dy kerra këtu, ju ngjue bomba afër objektit komunës ku zyrtarët kanë qenë mrena, bombat ju ngjue, domthonë nuk mundna me veçue vetëm një ditë ose një problem e cila ka qenë, po vazhdimisht ju më kanë presion në të kuptimin se mundet me ndodhë diçka. Asnjëherë s'm ka interesue frigat nga s'm kanë orë vazhdimisht, do thotë, edhe jeni të njoftuar sigurisht, sidomos në fillim nga lista sërbe, do thotë disa orët para gazetarët të Beogradit, unë jam kum shpjeguar pikat shkurta se me kërcënime mu s'munën mu më largue, ju ndoshta se vazhdimisht, do thotë gjithmonë ato kanë qenë të njoftuar policia, do thotë gjithmonë një më thirrën ato se nuk munën me kërcënime mu më largue derisa shteti janë. Ju marrë në mënyrë ligjore, e respektoj ligjet e Republikës, shtetit tem, asnjë gjë s'më i marrë. Cilat kanë qenë kërcënime drejtuar jush? Zakonisht ju më thirrë, fillimisht do thotë më largu pi objektit, pastaj me dhënë dorëheqje, mirë po asnjëherë nuk më kanë bërë përshtypje, vetëm i kam njoftuar policinë dhe e kemi vazhduar prapë. Asnjëherë nuk e keni menduar dorëheqjen? Asnjëherë nuk e kam menduar dorëheqjen, absolutisht. Po normal dohet, do thotë unë nga kryetari i ardhur, do thotë, i cili vetëm nesër e merr detyrën si kryetar komune, kërkoj vetëm me zbatuar ligjet e Republikës Kosovës, asgjë më shumë. Mirë po atëherë nëse ai ju nuk i respekton, do thotë ballafaqohet me ligjet e shtetit tonë.
Në javën e kalume kemi pas një takim, mirë po nuk ka qenë një frymë shumë e mirë, do thotë ka qenë këtu në zyrën time. Spari ka kërkuar jashtë objektit, nuk më pranu mu takua, këtu jemi takua, mirë po nuk ka qenë një frymë shumë e mirë, kanë disa provokime i ka pas. Mirë po, unë gjithmonë... Po i fillimisht kur hyri këtu do thotë në zyre për të kemi liruar karrikën e kretarit, do thotë ju si e mundet qaq për një karrik, mirë po ranit procedurat janë ato, cilat jam ende kretar komune. Pastaj filloi me disa fotografi, cilat ka qenë kumike e lan fotografit. Përgjigjja ime ka qenë shumë e qartë dhe shkurt. Unë bisedojmë vetëm për takim, të cilën e marrë për procedurat të thirrjes së Kuvendit të ri.